Me rastin e festës së Krishtlindjes, urimet për besimtarët kanë ardhur edhe nga radhët e politikës shqiptare, duke përcjellë mesazhe paqeje, shprese dhe solidariteti. Presidenti i Republikës Bajram Begaj përmes një postimi në rrjetet sociale uroi që kjo festë e shenjtë të sjellë shpresë dhe begati për të gjithë besimtarët e krishterë. Le të jetë kjo Krishtlindje burim paqeje dhe gëzimi, si dhe një mundësi për të kaluar çaste të lumtura me njerëzit tuaj më të dashur, shkroi presidenti Begaj. Urime përcolli edhe kryeministri Edi Rama, i cili zgjodhi të ndajë në rrjetet sociale një imazh nga frontespici i veprës monumentale të Pjetër Bogdanit, Qeta e Profetëve. Dhe me këtë imazh të shkëputur nga frontespici i veprës monumentale të Pjetër Bogdanit, Qeta e Profetëve, ju uroj gëzuar Krishtlindjen, shkroi Rama. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në mesazhin e tij theksoi rëndësinë shpirtërore të kësaj nate për besimtarët. Sonte është nata e lindjes së hyjit Krishtit mbret, nata më magjepse për të gjithë besimtarët e krishterë në Shqipëri dhe mbar botën. Magjia e kësaj nate le të shndrohet në mirësi, gëzime, shpresë, besime, forcë për çdo njeriu, shpreh Berisha duke uruar mbar shqiptarët. Krishti mbret ju bekoft, gëzuar Krishtlindjet. Ndërkohë edhe kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka përcjell një mesazh urimi nga burgu duke cilësuar Krishtlindjen si festën e shpresës që nuk shuhet kurrë. Lindja e Krishtit është lindja e dritës që ndriçon dhe errësirën më të thellë dhe e besimit se e mira gjithmonë triumfon, shpreh Meta, duke uruar paqe, dashuri, begati dhe harmoni për çdo familje shqiptare. Ai theksoi gjithashtu nevojën për më shumë solidaritet, drejtësi dhe përgjegjësi, me shpresën që Krishtlindja e ardhshme të festohet nga të gjithë shqiptarët në liri dhe dinjitet.